Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridebate, kampionatin kombëtar të debatit. Ky është edicioni 8 që zbatohet nga organizata Liburnetik përmes mbështetjes padyshim të atyre që bëjnë të mundur realizimin financiar të këtij projekti. Ndaj unë dua të falenderoj Giz Albania përmes projektit të BE-s për ekonominë qarkulluese dhe qytete të jetueshme, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Jo më kot këtë vit kemi zgjedhur që përmes edhe sugjerimit të donatorit përshtasim apo të ndryshojmë dhe të fokusojmë krejtësisht tematikën që do të trajtojmë në debate, që është pikërisht ekonomia e qarkulluese dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Ndaj temat që do të trajtojmë sot do të jenë pikërisht nga ky spektër. Ndaj unë nga ana tjetër dua t'i falenderoj shumë sepse është një tematikë aktuale që vlen për të ndërgjegjësuar padyshim brezat e rinj dhe për të bërë të mundur pastaj që të përshtatemi dhe të përçojmë frymën e respektimit mjedisit dhe mbrojtjes së planetit tonë Tokë. Nga ana tjetër dua të falenderoj edhe ata që bëjnë të mundur realizimin e projektit, që është organizata dhe stafi. Sot ndodhemi në qytetin e Krujës dhe do të kemi një përballje midis dy shkollave, shkollën nga Laçi, Atë Shtifën Gjeçovi, dua një duar këtokitje sepse rikthehen në kampionat. Dhe nga ana tjetër shkollën e Kryes që na ka mirëpritur dhe dua të falenderoj padyshim edhe shkollën Skënderbeu që na ka bërë të mundur realizimin e këtij kampionati për të tretin vit radhë si e zhvillojmë në këtë ambiente, në mos gaboj. Shumë faleminderit. Ky debat i sotëm, ky sesion do të gjykohet nga tre antarët e jurisë që kemi përzgjedhur për të qenë sot këtu me ne. Ndaj falenderoj Esmeralda Trocin, pjesë e shoqërisë civile, disa projekteve me organizata të ndryshme që kanë të bëjnë pikërisht me të rinjt dhe fokusi kryesor është pikërisht ky. Nga ana tjetër dua të falenderoj Urimet Senën, e cila vjen nga World Vision Albania, është pjesë e trupës gjykuese tashmë prej nga edicioni i parë, në mos gaboj. Faleminderit, sikurse është edhe Liberta Muço, pjesë e organizatës Liburnetik dhe po kështu pjesë e trupës gjykuese prej 8 edicionesh. Faleminderit, një duar takite për ju. Mirë, debati i parë është debati në grupe, pra të 8 antarët e skuadrës do të kenë mundësinë që të flasin, që do të thotë maksimalisht secili nga ju ka 1 minutë kohë. Koha kronometrohet nga unë dhe në momentin që dëgjoni këtë zilën do të thotë që duhet të ndaloni dhe vazhdon pala tjetër, pa që nevojë që të kërkoni aprovimin nga ana jonë. E thash edhe një herë, debati zhvillohet midis jush dhe duhet i drejtoni njëri tjetrit. Do të përzgjidhim temën. Tema do të përzgjidhet nga një nga antarët, do të ftoj në rastin konkret Atë Shtifën Gjeçovi për të bërë përzgjedhjen e temës që do të debatojnë dy skuadrat. Janë këtu. A është transformimi menjëhershëm digjital në ofrimin e shërbimeve publike, një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase, apo një rrezik për përjashtimin social dhe dështimin e sistemit? Faleminderit. Pra e lexojmë edhe një herë temën. A është transformimi i menjëhershëm digjital në ofrimin e shërbimeve publike një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase, apo një rrezik për përjashtimin social dhe dështimin e sistemit? E keni të qartë temën? Okej. Do bëjmë tani përzgjedhjen për sa i përket qëndrimit te globi i vogël. Pra, do të mbaj skuadra, e hapim dhe tjetën që t'jeme sa më transparent. Kundër. Okej, faleminderit. Pra, në këtë debat të parë, shkolla Skënderbeu do të mbaj qëndrimin pro, ndërsa shkolla Atë Shtifën Gjeçovi do të mbaj qëndrimin kundër. Nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore. Suksese. Gati? Mirë, bëhemi gati tani, fillojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave. Në këtë debat ku shkolla Gjeç Skënderbeu mban qëndrimin pro dhe do të hap pikërisht debatin, dhe do të pasohet pastaj nga shkolla Atë Shtifën Gjeçovi që mban qëndrimin kundër. Tema: a është transformimi i menjëhershëm digjital në ofrimin e shërbimeve publike një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase, apo një rrezik për përjashtimin social dhe dështimin e sistemit? Suksese.
Përshëndetje, unë jam Elisa Lubani dhe jam pjesë e grupit të ri debatit të gjimnazit Gjeshka Stereot Skënderbeu Krui dhe ju urojm sukses e palës kundërshtarë në debatin e ditës së sotme. Sot mbajmë qëndrimin për temën e transformimit të menjëhershëm digital një hub të ri të ekonomisë së qëndrueshme. Bota sot po përparon dita ditës dhe transformimi digital është një hub drejt inovacionit që na çon nga një metodë e ngadaltë dhe burokratrike drejt një metode më të shpejtë dhe moderne. Shqipëria është një ndër faktorët kyç dhe më të suksesshëm të Ballkanit për sa i përket transformimit digital. 95% e shërbimeve janë bërë online, duke bërë të mundur marrjen e dokumentave apo pjesën e taksave në mënyrë online dhe të shpejtë, duke neglizhuar radhat e gjata dhe gjërat e mundimshme. Gjithë vendet, gjithashtu edhe fqinja, janë drejt këtij hapi. Kosova, 89% të tyre janë të anketuar në shërbimet online. Malizi, 87% të tyre janë të anketuar në shërbimet online. Përshëndetje, unë jam Lelia Toma, antare e Ridbet tek shkolla Arshje Vëngjeqove në Laç dhe uroj gjithashtu sukses e grupit kundërshtar. Atëherë ne me vërtet kemi një përqindje të lartë që po trajtohen si digitalizuara, por gjithashtu kemi shumë problem për sa i përket se si këto po informohen në zonat rurale të vendeve. Pasi kemi pa shumë raste që po kthehet në pabarazi sociale, sepse shumë njerëz që nuk është se kanë shumë informacion për këto pjesë, nuk dinë si t'i përdorin dhe në këtë rast ne nuk përmendim edhe mungesën dhe frikën e shpërndarjes së informacionit personal. Siç mund të marrim shembull i Albania, ka shumë njerëz që drejtohen drejt kancelarive për të kryer një shërbim dhe ju japin kode apo shumë gjëra të tjera që mund të kthehen në pengesë për sa i përket informacioneve personale të personave që shkojnë dhe drejtohen drejt këtyre kancelarive. Jam nga njën keqi, patjetër që gjitha që the ishin me vend, por nuk duhet harrojmë edhe reduktimin e kostave të administratës. Transformimi digital ndihmon në reduktimin e kostave duke automatizuar shërbimet dhe duke shmangur burokracitë e panevojshme. Sipas një studimi, administratat ngursen deri në $1 trilion në vit, duke automatizuar shërbimet. Për shembull, Estonia ka arritur të automatizojë rreth 99% të shërbimeve dhe në këtë mënyrë duke kursyer 2% të prodhimit brendshëm bruto në vit. Gjithashtu nuk duhet të harrojmë dhe Britaninë, e cila nëpërmjet platformës gov.uk ka arritur të kursejë rreth 4 miliard pound në vetëm 5 vite. Përderisa përmendë e-Albanian, në Shqipëri është platforma e-Albania, ku janë automatizuar rreth 1200 shërbime duke shmangur duke hequr sportelet për 95% tyre. Në këtë mënyrë duke kursyer rreth €1 milion vetëm nga certifikatat. Pra, një favor i menjëhershëm i transformimit digital është reduktimi i kostove të administratës. Atëherë, dëgjova mendimin tënd dhe me detaje, po nuk bie dakord duke u mbështetur vetëm në disa fakte, domethënë që janë me statistika. Në Estoni kanë provuar të kthejnë, për shembull nëse marrim rastin ton konkret, arsimin e kanë provuar ta kthejnë në mënyrë me teknologji virtuale, po nuk e kanë kthyer dot dhe janë kthyer sërish te libri. Dim gjithashtu që pak ditë më përpara ministra e Suedisë ka bërë një konferencë dhe ka thënë që gjithë Suedia, domethënë dhe sipas mendimit të saj gjithë vendet e tjera, duhet të kthehen te libri sepse teknologjia po shkatron psikologjinë e nxënësve dhe kjo ishte gjithashtu e marrë me statistika. Dhe domethënë librat, shkurtimisht, jo librat na plotësojnë neve shëndetin tonë mendor dhe na japin neve më shumë zgjuarsi, ndërsa teknologjia po shkatron psikologjinë tonë të jemi gjithë të dijshëm. Dhe doja të bëja një pyetje për grupin tuaj. Do thoja pse vendet në ekonomi që flasin për ekonomi shumë të mirë, funksionojnë gjithmonë me libra fizik dhe nuk janë kthyer akoma te teknologjia, nëse kjo do ishte një mënyrë kaq e lehtë që do reduktonte kohë dhe do ishte vetëm e mirë. Jam Vanessa Suta, e kuptoj mjaft qartë argumentin tënd, por mendoj që nga ana tjetër përsëri teknologjia digjitale na sjell përparësi. Teknologjia digjitale mund të rrisë transparencën duke I dhënë mundësi qytetarëve të shohin zhvillimin e shërbimeve dhe të raportojnë për keq menaxhim ose keq përdorim. Platformat online sigurojnë qytetarëve të ndjekin në kohë reale statusin e kërkesave të tyre dhe gjithashtu të japin feedback. Kjo do krijonte një cikël të madh feedbacku duke rritur përgjegjësinë e institucioneve në bazë të opinionit të përgjithshëm publik që krijohet të marrë nga këto feedbacke. Gjithashtu, sipas një sondazhi të Deloitte, ai tregoi se 82% e organizatave raportuan për përmirësim në përgjegjësinë dhe qartësinë e vendimarrjes, pasi ato investuan në teknologji digjitale.
Gjithashtu, në Kosovë, grupi për studime politike dhe juridike, GLPS-ja, raportoi se 73% e qytetarëve besojnë se transformimi digital do ta bënte atë më të lehtë në qasjen e shërbimeve publike. Gjithashtu, 74% e tyre do ta çonin një qeverisje më efikase. Marrë kjo nga Kryeministria e Republikës së Kosovës. E vlerësoj mendimin tënd dhe mendoj se duhet mendojmë dhe anën e shkëputjes nga realiteti. Njerëzit nisin të bëjnë robotik duke u shkëputur nga realiteti, duke lënë pas dore përgjegjësitë e tyre, domethënë sikur punët dhe fëmijët arsimi. Gjithashtu duhet mendojmë edhe tek se si ndikon tek shëndeti mendor. I kemi parë raste edhe nëpër lajme, sikur rasti i fundit që 14 vjeçari vrau shokun bashkëmoshatarin. Kështu që mendoj se nuk është efikas. Përshëndetje, quhem Jezerca Ayazi. Vlerësoj mendimin tënd dhe e dëgjova me kujdes. Pra nuk mendon se ky transformim digital do ndihmonte në lehtësimin e integrimit ekonomik qarkulluese, ku burimet mund të përdoren me efikasitet dhe mund të rifillojnë ciklin e tyre ekonomik. Gjithashtu ajo ndihmon edhe në shkëmbimin e materialeve të ricikluara. Kemi parë mjaft raste. Gjithashtu kemi edhe një shembull ku kemi përdorimin e platformave online për materiale të ricikluara, të cilët kanë efikasitet dhe kanë shkëmbim jo vetëm njerëzit, pra jo vetëm individit, por edhe vetë bizneset. Aktualisht vërim se 95% për shërbimeve ofrohen online. Nëpërmjet portalit e Albania, apo edhe shumë portale të tjera që instaluar kohët e fundit. Në këtë portal janë të regjistruar në mbi 3 milion njerëz, çka vërim se nuk ka ndonjë problematikë aq të madhe, përdesë është një numër kaq i madh njerëzish që janë regjistruar në të. Gjithashtu edhe 220.000 biznese që janë regjistruar gati çdo vite të ardhshme. Por vërim edhe se ky digitalizim ka kursyer edhe në mbi 12 milion euro, çka është një kosto mjaft e madhe për vendin tonë. Por unë mendoj që futja e digitalizimit në ekonomi do të ndikojë negativisht për njerëzit e punësuar që kanë pozicionet që do të zëvendësohet nga digitalizimi. Po ashtu, njerëzit, shumica e njerëzve dhe popullsisë, sidomos popullsia moshuar, nuk janë trajnuar për përdorimin e teknologjisë dhe ju duhet kohë për ta mësuar. Përshëndetje, jam Alicia Blushi. E kuptoj mjaft mirë argumentin tënd, ama mendoj se transformimi me njëhershëm digital së pari zgjeron aksesin për qytetarët në mënyrë të barabartë dhe qëndrueshme, pasi si fillim eliminon pengesat fizike dhe burokratike. Për shembull, siç e përmendëm si shembull Estoninë, që ishte një nga vendet me sistemin më të avancuar digital, ofronte mbi 99% të shërbimeve online, çka ka lehtësuar normalisht pjesëmarrjen qytetare dhe përfshirjen e të gjitha shtresave ekonomike. Informacion ky i marr nga e-Estonia në vitin 2023. Gjithashtu edhe Shqipëria, që ka platformën Albania, ofron akses të mbi 1200 shërbimeve, duke kontribuar në pjesëmarrje aktive të qytetarëve. Sipas raportit të Instatit në 2023, mbi 83% e shqiptarëve e përdorin rregullisht internetin dhe janë të aksesueshëm në këtë platformë. Prandaj mendoj që duke qenë se përqindja është shumë e lartë, nuk është se ka të bëjë këto pjesa e vogël e shoqërisë. Gjithashtu mendoj që ka ndikuar edhe te personat që jetojnë në zonat rurale, pasi ata nuk kanë nevojë për transport apo shpenzime shtesë. Për shembull, një qytetar në Tropoj mund të aplikojë për dokumentin njësoj si një qytetar në Tiranë, dhe kjo është demokraci digjitale në veprim. Pra, transformimi i menjëhershëm digital e bën aksesin më të shpejtë. Atëherë, si shteti për Estoninë, Estonia në vitin 2023, si shteti kishte 99% teknologjike. Më pas, si shta edhe parafolsi im, atëherë ajo e kthej të gjithë teknologjinë e kthej në libra. Arsimin e kthej në libra. Edhe shumë shtete të botës e kthyen mësimdhënien në mënyrë teknologjike, gjë që solli ulja të inteligjencës tek fëmijët, sepse fëmijët filluan të merrin gjithçka të gatshme. Nga teknologjia. Prandaj digitalizimi i mjeshëm mund të sjellë një ndek shumë të madh në cilësinë e të mësuarit. Jam Zamira Sana, e kuptoj argumentin tënd, po mos harrojmë që rritja e inovacionit dhe konkurrencës është një tjetër faktor kryesor, sepse krijon një mjedis më të hapur, më thjeshtë dhe më të lehtë për të vepruar. Kështu për shembull bizneset kur duan të marrin përsipër për të hapur një biznes ose për të bashkëpunuar me vendet e tjera, aksesimi i tyre është më i thjeshtë dhe kjo do të ulte pasojat burokratika. Kjo do nxitet tek aktorët privat që të konkurronin për shërbime më të mira dhe për zhvillimin e një inovacioni
më të gjerë. Një shembull shumë të mirë ne mund të kemi Lituaninë, siç e thatë edhe ju, ku pas digitalizimit të plotë të regjistrimit të kompanive, koha për të hapur një biznes ra nga 10 ditë në më pak se 1 ditë. Si rezultat i kësaj, kompanitë apo njerëzit që merrenin përsipër për të hapur një biznes, kjo u rrit me 40% brenda 3 viteve. Shteti kështu duke qenë vetë më inovativ, rriti konkurrencën pozitive në tret dhe mbështeti kështu zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm dhe më të zgjuar. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Gresi Gjulia. Parashtruar asaj që thënë parafolësit, ku përmendin rastin e Tropojës si një rast ku digitalizimi mund ndihmon të këtu pozitivisht për të aplikuar apo për të marrë shërbimet sociale në vende rurale, ku është më vështirë transporti nga vendet rurale në zonat apo qendrat e qarqeve, ku mund të realizon këtë shërbime face to face, pra domethënë përballë. Unë thoja që në të vërtetë nuk është nuk është kaq e thjeshtë për këta persona që ndodhen në Tropojë për të marrë këto shërbime, duke qenë se në shumicën e rasteve, duke ndodhur në zona rurale, ato nuk i kanë këto shërbime digjitale për shkak të mungesës së infrastrukturës. Në shumë vende i mungojnë dritat, jo më interneti apo edhe vende të tjera, duke qenë se infrastruktura në Shqipëri mungon, është shumë e vështirë që këto shërbime digjitale, si mund të përmendim Albania apo shumë herë edhe SMIP, këto persona dhe këto qytetarë kanë shumë vështirë që të Unë jam Klea Murati, e dëgjova me vëmendje argumentin tënd, por mendoj që transformimi me njëhershëm digital ndikon në menaxhimin më të mirë të burimeve natyrore. Digitalizimi i shërbimeve publike çon drejt një ekonomie më efikase dhe më qarkulluese, gjë e cila çon drejt një ekonomie të zhvilluar. Teknologjitë digjitale ndihmojnë në monitorimin e konsumimit të ujit, të energjisë elektrike, transportit, mbetjeve. Sistemet digjitale kanë arritur që të analizojnë të dhënat për sa i përket energjisë, ujit, gjë e cila nuk i shpërdoron ato. Gjithashtu, sipas Komisionit Evropian në vitin 2022, është arritur dhe reduktimi me 20% i emitimit të dioksidit të karbonit në vende të ndryshme. Gjithashtu, siç e përmendet edhe ju, Shqipëria me platformën e-Albania ka arritur që mos të shpërdorojë letrën ose radhët e mëdha që bëhen drejt institucioneve përkatëse për të marrë dokumente fizike. E njëjta gjë ndodh edhe me e-Kosovën, pra radhët, pra fishe që bëhen nga njerëzit e kështu me radhë. Po, nuk lejohet. Vlerësoj mendimin tënd. Unë doja të thoja pasi ti përmende për keqpërdorjen e ujit, që serverat që përdoren të Albanias harxojnë miliona litra ujë për disa përdorime shumë të vogla, si për shembull vetëm për të bërë login në të harxohet gjithë ato litra ujë. Dhe për punën e radhës që ti the, unë kam punuar vetë në kancelarit dhe regjistroj me miliona me mira qytetarë, të cilët jo të moshave të vjetra, por edhe të moshave të reja, të cilët nuk ja kanë idenë fare se si për shembull të marrin një dokument që është shumë i thjeshtë, dhe besoj që digitalizimi nuk. Përshëndetje, jam Diamanta Sula, e dëgjova me vëmendje argumentet tuaj, por më duhet ju kundërshtoj. Pasi transformimi me njëhershëm digital në ofrimin e shërbimeve publike është një mundësi shumë e mirë për punësimin në sektor të ndryshëm të administratës publike për t'i ofruar qytetarëve ofrimin e këtyre shërbimeve. Përmes transformimit digital hapen vende të reja pune, si për shembull për inxhinierët kompjuterik, specialistët e IT-s e tjerë. Sipas Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, OECD, në raportin e kryer në vitin 2023, çdo rritje me 10% në digitalizimin e një shteti çon në rritje me 5 deri në 7% të vendeve të reja të punës për specialistët e IT-s në fushën e teknologjisë. Një shembull shumë i mirë do të ishte edhe Italia, e cila me programin e saj Italia Digitale 2026 synon të ofrojë 500.000 vende të reja pune vetëm në fushën e teknologjisë për gjithë specialistët e IT-s dhe inxhinierët kompjuterik në ofrimin e këtyre shërbimeve publike për qytetarët. Faleminderit. Disa qera, e vlerësoj shumë argumentin tënd, por mund të folim edhe për sulmet kibernetike që ndodhen në Iran. Vendosja të dhënave në regjistrata online i ekspandon ato ndaj sulmeve kibernetike si dhe nga vendet e lindjes,
së mesme që her pas herë janë në alarme dhe skupime të tilla. Pra nuk mund të themi që është e sigurt. Mirë, faleminderit. Vazhdojmë me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Gledjen dhe Diamantën. Edhe në këtë debat do të keni 7 minuta kohë përgatitore. Në rastin e temave, ndryshe nga debati i parë ku ju keni pasur paketa, këto janë tema spontane, temat më aktuale dhe më të thjeshta për të përgatitur. Dhe që janë përgatitur pikërisht, janë përzgjedhur më saktë pikërisht për group motion tuaj. Mirë, do bëjmë përzgjedhjen e temës tani, tek këto zarfet këtu. Uldor. Lexoj. Të rinë si agent ndryshimi, utopia apo realitet? Pra kjo është tema. Të rinjt si agent ndryshimi, utopi apo realitet? Dojnë të ashtoni? E keni të qartë temën? Okej. Po vendosë këtu. Do bëjmë tani përzgjedhjen e qëndrimit. Hajde të lutem. Jeni grupi kundër gjithmonë. E hapim dhe tjetër. Pro, mirë. Faleminderit. Mund t'i lësh aty, s'ka problem. Nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore. Gjatë kohës kur, më fal, edhe 1 sekond lutem. Gjatë kohës kur lideri i skuadrës ka të drejtën e fjalës, grupi mund ta ndihmojë me këto sticky note që janë këtu, duke i shkruar shënime apo dhe fletët e bardha çfarë doni ju. Në mënyrë që ta ndihmoni me argumenta, statistika apo studime. Tani keni 7 minuta. Bëhemi gati tani të fillojmë debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Gledjen dhe Diamantën. Përse i takon temës, të rinjt si agent ndryshimi, utopia apo realitet. Kjo është tema. Nga 2 minuta do të keni secila nga ju për 4 ndërhyrje në total. Që do të thotë 4 janë ndërhyrjet, dikush mund t'ja mbajë shtimin në mënyrë që ndërhyrjen e fundit bëni një përmbledhje ose t'i jepni një përfundim të gjithë debatit. Okej, suksese. Përshëndetje, duke uruar sukses kundërshtarit. Për sa i përket temës të rinjt si agent ndryshimi, utopia apo realitet, ne mbrojmë argumentin pro, pasi të rinjt janë e ardhmja dhe janë fushia e ndryshimit. Ndryshimi fillon nga vetë të rinjt. Të rinjt janë ato me potencialet më të larta, ato më energjikët, të cilët kanë pasion dhe idealizëm, ata që kanë idealet më të larta për jetën. Pjesa më e madhe e protestave organizohen nga të rinjt. Të rinjt mendojnë për të ardhmen duke parë shembujt e tyre, duke sjellë risi, pasi janë agjentët e vërtetës së ardhmes. Me ardhjen e brezave të rinj vijnë risi të reja. Për shembull, në vende të ndryshme të botës, duke marrë shembull edhe Shqipërinë, rrëzimi i regjimit komunist në dhjetor të 1990-s u bë pikërisht nga iniciativa e protestave të organizuara nga vetë studentët. Një shembull tjetër do të ishte edhe në shkollë dhe komunitet. Të rinjt janë ata që marrin iniciativa të ndryshme, janë më afër realitetit dhe shikojnë, janë më të prekshëm, gjejnë një realitet më të prekshëm për problematika të ndryshme, si në shoqëri, komunitet dhe shkollë. Atëherë ne jemi pala kundër për të sa i përket të rinjt si agent ndryshimi dhe duke uruar suksese mendoj që opinioni jot blen deri diku, por megjithatë ka shumë të rinj që ndiqohen nga shoqëria dhe nuk janë të prirur të marrin vendime të drejta. Pra, domethënë kemi dhe statistika që thonë që në Itali mosha e të rinjve shkon deri në 29 dhe ata duan ta shtyjnë këtë, pasi ata priren të mendojnë më shumë në një formë egoiste, duke parë më mirë atë që duan tek vetja. Gjithashtu, të rinjt përshtaten shumë më shpejt me ndryshime teknologjike apo zhvillimin e tyre dhe kjo do të sjellte që mosha e tretë të mbetej mbrapa dhe do kishte paparazi sociale. Një tjetër shembull që mund të marrë është dhe lëvizja studentore nga studentët e mjekësisë, të cilët donin të heqnin ligjin e
punësimit në vendin e tyre për diku tek 5 vite. Pra ata janë të prirur të largohen dhe të dorëzohen përballë sfidave që u jepen, sepse duan më shumë që të shohin ato çfarë ju shërben vetë. Okej, kjo mund të jetë diçka e mirë për to, por gjithsesi ne jemi një komunitet që duhet punojmë bashkë dhe të rinjt duhet të mendojnë më tepër për jetën që u jepet sesa të mendojnë për një arsye për të larguar. Ata priren që gjithmonë të largohen nga rreziqet që u bin pa u përballur me to. Gjithashtu diçka tjetër është që mosha e të rinjve është një përqindje më e vogël në jetën e përditshme dhe nëse ne shohim që një përqindje më e vogël merr vendime krahas një përqindje më të madhe, atëherë këtu ne kemi pabarazi. Një tjetër gjë që ne mund të themi është se vendimet e të rinjve që duan të marrin gjithmonë duhet të miratohen nga dikush tjetër më i madh për të parë nëse është e drejtë apo jo. Atëherë ju përmendët teknologjinë, por unë mendoj që teknologjia ka ndryshuar idetë konservative, ato idetë e vjetra, të cilat ishin më konservative, më të tërhequra dhe kanë sjellë risi tek në shoqëri. Përdorimi i teknologjisë dhe i rrjeteve sociale, ne dim shumë mirë që të rinjt janë ato që janë me aftësitë më të mira për të përdorur këto rrjete sociale, kanë akses më të lartë dhe japin kontribute më të mëdha. Në rrjete sociale bëhen promovime të mëdha, jepen shembuj të ndryshëm. Edhe ne dim shumë mirë që influencimi në rrjetet sociale është i pashmangshëm në ditët e sotme. Jepen kontribute të mëdha, mund përmendim rastin e Mira Muratit, e cila është një re shqiptare, e cila ka sjellë një revolucion shumë të madh në gjithë botën, duke themeluar ChatGPT ose OpenAI. Ne shumë mirë ne dim sot që gjithë ne përdorim ChatGPT-n për argumenta të ndryshëm, për gjetur për detyra. Kjo bën që të rinjt të jenë revolucioni i vërtet dhe cilin ndryshimin e vërtet në shoqëri. Kemi dhe i përmendet edhe rastin e mjekësisë. Mjekësia është pro e ndryshimit. Me thënë, protesta e studentëve të mjekësisë synon që studentët mjekësisë që ndrojnë këtu dhe ato studentë mjekësie që protestojnë duhen të sjellin një ndryshim në vendin e tyre. Pra është pikërisht realiteti që duan të ndryshojnë në vendin e tyre. Atëherë, për sa i përket protestës që bën studentët e mjekësisë, ata ishin kundër që të rrinin në vendin e tyre, por donin të largoheshin, sepse për e gjithë protesta u bë që ata të qëndronin këtu, megjithëse ata nuk ishin pro kësaj gjëje. Dhe diçka tjetër që është vlen si argument, është se ata janë të prirur të marrin dhe vendime shumë të shpejta, pa i menduar shumë mirë, dhe kjo ndonjëherë nuk është se bie për të mirën e të gjithëve. Tërhiqen më shumë nga interesat e tyre, si dhe influencohen nga grupe politike, sidomos në kohën që ne flasim për politik, kur janë zgjedhjet, shumica e tyre merren, vendoset mendja, domethënë që do ecësh mirë me këtë politikë dhe ata nuk është se e mendojnë aq gjatë nëse kjo është e vërtet ose e gabuar, nëse kjo do jetë për të mirën e tyre ose jo. Prandaj dhe ata ndikohen në moment. Gjithashtu kemi dhe zhvillimin hormonial që ju ndikon shumë tek ato sepse kanë shumë veprime impulsive. Atëherë se përmendëm pjesën e studentëve të mjekësisë dhe largimit nga vendi, por largimi nga vendi mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të marrë shembull, për të krijuar një ide të re, për të shkëmbyer kulturat midis vendeve të ndryshme, dhe kjo do të ishte diçka pozitive sepse mund sillnin në Shqipëri një frymë të re më idealiste, do të sillnin risi të reja. Pastaj për sa i përket ndikimit nga shoqëria, në Shqipëri nuk ka kushte të mira punësimi, atëherë shoqëria duhet të jetë më afër këtyre problematikave, duke i sjellë shoqërisë një risi të re. Largimi nga vendi gjithashtu do të ishte mirë sepse do t'i sillte të rinjve, do t'i hapte horizontin dhe në Shqipëri do të sillnin ide të reja. Ne kemi shumë shembuj të studentëve të cilët janë larguar dhe janë kthyer në Shqipëri përsëri për të dhënë kontributin e tyre. Me që jemi në prag të fushatës elektorale, mund përmendim emra si Agron Sheaj për shembull, i cili ai është rritur dhe ka studiuar në Itali, por në fund, domethënë aktualisht ka ardhur dhe po kandidon për një parti për zgjedhjet elektorale në Shqipëri. Pra mendoj që të rinjt kanë potencial të ndryshojnë mentalitetin dhe të japin risi në këtë vend. Atëherë, Agron Sheaj është një magjëren,
Po gjithsesi mendoj që 1 nga 99 bie raporti që 99 ikin dhe nuk kthehen. Megjithatë, mes që ne thamë që ata sillin një zhvillim teknologjik më të mirë, përmendët dhe ChatGPT-n, bie dakord që kanë sjellë një zhvillim teknologjik më të mirë. Megjithatë, ka shumë ChatGPT-ja përbuzet me të. Domethënë, ato e përdorin atë dhe çon në dembelizëm më së shumti, nga që të rinjt priren që t'i marrin gjëra të gatshme. Nuk është se lodhen më për të marrë atë me zotësinë e tyre. Gjithashtu kemi pas dhe shumë raste që në ChatGPT kemi pas keq informim dhe nuk kanë ditur të dallojnë nëse kjo është e vërtetë ose jo, dhe mendoj që ju është dashur gjithmonë që të konsultohen më parë me një të rritur për të kuptuar nëse informacioni është i saktë ose jo. Atëherë, për sa i përket të rinjve në moshën 18 vjeç, duke u marrë me dropshipping, ka ndryshuar idenë e të gjithëve që duhet mbaruar një universitet lidhur me këtë çështje, që të jetë i aftë për të marrë me këtë degë. Dhe po dhe ju jeni besoj një nga ato që e përdorni ChatGPT-n apo jo. ChatGPT-ja jep informacione të sakta, në shumicën e rasteve jep statistika të dhëna të sakta, kështu që ne dim shumë mirë që ChatGPT nuk e përdorin vetëm ne, por e përdorin madje edhe qeveritë në mbështetje të fushatave të tyre. Kështu që do të ishte një shembull shumë i mirë. E kemi vetë në dorë se çfarë të shikojmë apo të përdorim në ChatGPT dhe në internet tek e fundit, por shumica e të dhënave dhe informacioneve që marrim janë të sakta. ChatGPT është një aplikacion mjaft i nevojshëm për gjitha moshat. Normalisht duhet përdoret me kujdes, por shumica e informacioneve janë të sakta. Kemi mundësi ta vërtetojmë që informacionet që sjell ChatGPT janë të sakta. Atëherë, po, unë me të vërtetë ndoshta ndonjëherë e përdor ChatGPT-n, megjithatë kjo nuk do të thotë që unë nuk i drejtoj një të rriturit për të kuptuar nëse informacioni im është i saktë ose jo. Pasi është gjithmonë ajo frika që informacioni mund të jetë i gabuar. Për sa i përket të rinjve dhe vendimarrjeve tyre, mund të përmendni shumë protesta që janë bërë nga të rinjt dhe nuk janë marrë parasysh, sepse ne e dimë që ato ndonjëherë nguten, siç është dhe rasti i protestës studentore nga të rinjt e Fakultetit të Mjekësisë, që u bë gjithë ajo protestë, por me të vërtetë ligji nuk ndryshoi. Diçka tjetër është që në statistikat në një vend të botës, nëse mund të përmend fix në SBA, është që presidenti zgjidhet 40 e sipër, pra që të ketë një eksperiencë dhe të jetë më i pjekur, më i zhvilluar, të jetë përballur më me shumë gjëra dhe të di se çfarë me të vërtetë do një popull. Pra, nëse do ishte aq e lehtë dhe të rinjt do ishin kaq të besueshëm në ata që ata thonë, do ishin zgjedhur dhe të rinj president dhe nuk do ishte vendosur një kufi i moshës. Pavarësisht të gjithë atyre argumenteve që thatë, mendoj që duhet menduar shumë herë përpara se të jepet një përgjegjësi shumë e madhe një të riu për të marrë një vendim dhe që ai vendim të zbatohet me një herë. Mirë, kemi mbaruar, uroj të jeni kënaqur, edhe t'ju ketë pëlqyer si eksperiencë. Tani unë do t'ju ftoja që të dilnim jashtë me qetësi, në mënyrë që t'i japim mundësi jurist bëj vlerësimin edhe të zbulojmë pas pak edhe pikët. Jemi gati. Tani fjala është për jurinë, e cila do të bëj komente, do të jap vlerësime dhe padyshim edhe sugjerime për sa i përket asaj çfarë ju performuat sot, që do t'ju vlej ndoshta edhe për fazën tjetër, pasi nuk e dim në këtë moment se cilat do të jenë skuadrat që do të vazhdojnë fazën e kampionatit në nivel eliminator. Pra, sot ne marrim pikëzimin dhe në momentin që kam mbaruar e gjithë faza e debateve rajonale, që ne jemi në qytetet pjesëmarrëse këtë vit, zbulojmë se cilët janë 16 skuadrat me më shumë pikë. Okej? Faleminderit. Unë vazhdosh. Atëherë përshëndetje edhe një herë. Unë njihem si antar jurie pozitiv, edhe dua të qëndroj e tillë, po disa kritika të vogla është e rëndësishme t'i bëj, pasi ky procesi, domethënë për cilin ju rriteni shumë, vlen edhe me kritikat, vlen shumë më tepër me kritikat që ju të përmirësoheni nga debati në debat. E them shpesh me të rinjt që kur bëhesh pjesë e një debati, ti ndryshon disa aftësi tuat përgjithmonë. Dhe dua shumë që ju ta shfrytëzoni maksimalisht këtë. Tani për të kthyer debati me skuadrat në përgjithësi ishte i këndshëm, shumë i këndshëm do të thoja.
Përveç disa gjërave të vogla që edhe për kulturën e debatit duhet i kishin parë. Unë nuk do të flas me emra me ekipe, po do flas në përgjithësi. Minimalisht kulturën e debatit duhet ta njihni mirë. Kur futesh në një proces duhet ta njohësh mirë kulturën e debatit. Kishte her pas here përsëritje, por prap debati ishte bukur. Lexoni shumë, pra ti mund të hedhësh një sy shënimeve, por nuk mund të lexosh nga fillimi në fund argumentit, pastaj nuk është në debat. Kishte mimika dhe qëndrime jo për të rënë në sy kaq shumë, por që është mirë t'i eliminoni. Për debatin e liderave kisha më shumë pishmëri. Disa herë u shkëputët nga tema mbi të cilët po diskutoni, pra shumë e rëndësishme që të fokusoheni dhe ajo që ju tha edhe Niko në fillim, të debatoni për temën që ju ka rënë, dhe argumentat të jenë mbi këtë temë. Her pas here u shkëputët nga tema dhe flisnit për gjëra të tjera dhe i pasonit njëra tjetrës argumente që s'kishin lidhje me temën. Sidoqoftë, realisht, domethënë përtej kritikave që thash, realisht debati ishte shumë i këndshëm. Domethënë, më pëlqeu shumë t'ju dëgjoja, pavarësisht se her pas here ishte duke lexuar, por kishte argument të bukur, kishte rrjedhë logjike, kishte artikulim që të rinjve sot ju mungon. Kështu që ju provizoj për punën që keni bërë lidhur me këtë. Mirë, se u shoh që u pret pak nga nga ato që Urimja tha. Detyra jon është që të jemi sa më objektiv për sa i përket debatit që u zhvilluat sot. Ishte një debat i mirë dhe unë dua të përgëzoj të dyja zyshat për punën e mirë që kanë bërë me ju. Normalisht ka mundësi për mirësimi dhe këtë ju do ta merrni parasysh nëse në debatin e ardhshëm do të jeni pjesë, duhet të funoni akoma më fort për të sjellë dhe për të qenë brenda kontureve të çfarë i përket një debati, brenda kontureve të çfarë i përket një teme. Kjo është kryesore sepse nga aty lind e gjithë pjesa që pason. Është shumë e rëndësishme që të gjithë ju të bëni një punë të përbashkët në grup. U vure që një pjesë e juaja ishin duke lexuar, një pjesë tjetër ishin duke munduar të dëgjonin pjesën tjetër. Është shumë e rëndësishme të keni një dëgjim aktiv. Në momentin që pala tjetër flet, ju dëgjoni që të keni mundësinë edhe të kundërpërgjigjeni. Këto janë fokuse kryesore gjatë një debati. Normalisht e mirë kuptojmë që nuk është e thjeshtë të debatosh në moshën tuaj, por ju ja keni arritur me sukses. Kështu që ju përgëzoj. Urime edhe në fazën tjetër. Sa duket më ra mua pjesa më e vështirë, po unë ta nis një herë duke thënë që për mua veçanërisht besoj që ishte e hëna e nisur në formën më të mirë të mundshme, shumë përgëzime për të dy grupet, përpos gjithë atyre le të themi sugjerimeve që erdhën nga dy anëtarët e juris, që ju këshilloj që realisht të punoni, në qoftë se doni që në një të ardhmen të jeni debatues akoma më të mirë dhe pse jo, vetëm të vini duke përmirësuar veten. Përpara se të dalim te ajo pjesa më e rëndësishme, që ndoshta është dhënia e pikëve, unë të doja që të bëj edhe dy sugjerime shumë të vogla. E para, kur ju tham në fillim që shijojeni, e kishin fjalën për më shumë çik humor. Bëni një çik më shumë humor, se jeni në fazën më të bukur. Edhe këtë ta keni tani nuk po themi që ta shndrojmë në humor të gjithë debatin, se edhe debati ka seriozitetin e vet, por që ta shijoni më shumë, ta batuta më shumë, do e bëjnë më të lezetshme edhe të tensionojnë situatën. Dhe dyta, më shumë vëmendje kur jeni duke debatuar. Vure disa herë që debatuesi i parë shtronte pyetje dhe pati momente që debatuesi i radhës kaloi në një çështje krejt tjetër. Kjo në fakt e zbe pak atë rrjedhën logjike të debatit dhe bën që dashje pa dashje debatuesi i dytë të ndihet paksa më inferior krahasuar me të parit, sepse nuk arrin dot që në atë moment të ketë një kundërpërgjigje ndaj debatuesit të parë. Dhe në syrin ton shikohet sikur le të themi automatikisht vendoset në pozita inferioriteti. Përveç këtyre të pjesën tjetër e thanë edhe kolegët, realisht më pëlqyet shumë. Edhe shpresoj që të vini vetëm duke përmirësuar veten, vetëm duke zgjeruar njohuritë dhe vetëm duke zgjeruar këtë kulturën e debatit për cilën vendi ynë ka realisht shumë nevojë. Pra ju realisht duhet që ta zhvilloni akoma më shumë veten edhe për hir të gjithë ndryshimeve edhe për ne si shoqëri. Tani Tadia nuk e merr unë përsi për këtë gjë. Se dashi pa dashi do shndrohem unë ajo që ju do më bani mend. Këto pikë që do japim ne sot, nuk dua që të dekurajoj asnjërin prej grupit.
Dhe nuk dua që edhe grupi që të shpallë fitues ta marri si për të mirëqenë, pra do duhet që si grupi i cili do marrë më pak pikë, të kuptoj që realisht do duhet pak më shumë punë, pak më shumë vullnet për të përmirësuar veten, po edhe grupi që do marrë pikët, duhet ta kuptoj që është vetëm nisje një rrugë të gjatë dhe që do keni patjetër kundërshtar të tjerë që duhet ta përmirësoni dhe ju akoma më shumë veten. Pra jeni dy fish në kushte përgjithësie. Bazuar në objektivitetin parashtrimin e argumentave. S'ka gjë, po i marr gjitha që ta dinë. Gjuhën dhe komunikimin, vetbesimin që keni shfaqur në debat, vëmendjen që keni treguar, gjuhën tuaj të trupit, humorin tuaj, që e pam që s'nuk domethënë, kulturën e debatit, respektimin e formatit, juria ka vendosur. Bravo, ja. Për këtë e kisha fjalën, për këto të batuta. Që shkollë që merr 210 pikë dhe që është shkolla fituese sot në debat, është Gjergj Kastriot Skënderbeu e Krujës. Dhe shkolla e cila renditet e dyta është Atë Shtefan Xheçovi me 181 pikë. Ju thash mos u dekurajoni dhe mos merrni supergjiro shkolla që shpallur fituese. Shumë suksese dhe faleminderit gjithëve. Faleminderit juris, faleminderit dy shkollave. Shihemi pas pak.